Pas një mosmarrëveshje me këngëtaren Filoret Araçi, e njohur ndryshe si Fifi, Egli Taku ka vendosur të bëjë një hap tjetër drejt karrierës së saj muzikore. Ka qenë vetë ajo që ka konfirmuar një gjë të tillë përmes një reagimi shumë të matur ku fjalët u vërejtën qartë që i pati të zgjedhura me kujdes. Ajo ka vendosur të besojë rrugtimin një tjetër shtëpie mediatike. Egli Taku së fundmi ka qenë mjaft e angazhuar duke punuar për projektet e saj të reja. Pas 2 këngëve që lançoi, ditën e djeshme e ka zbuluar se edhe e treta është e radhës që do të publikojë së shpejti. O jetë, po vjen kënga e radhës, me kë? Shkroi përbri postimit duke lënë enigmatike këtë pjesë. Pas këtij veprimi të Eglit, një numër i madh ndjekësve aluduan për emra të mëdhenj të skenës që Egli Taku do të bashkëpunojë, por kjo mbetet të shihet në vazhdim. Por një gjë është e sigurt, kënga e radhës do të jetë në bashkëpunim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.